Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashk me një recetë tjetër, e cila është kolinde ose biskota për Pashk, ku gjyshet dhe nëna tona i përgatisin gjithmonë. Vemi te këndi gatimit dhe fillojmë ta përgatisim recetën. Si fillim do të vendosim lëngun e portokallës dhe sheqerin. Gjithashtu do të vendosim dhe sheqer vaniljen. Do t'i rajmë pak. Vendosim vajin e misrit ose të lule diellit, çfarë të gjenet në shtëpi. Vendosim vezën dhe do t'i rajmë të gjitha bashk për 2 deri në 3 minuta derisa sheqeri të na shkritet ose na rretet plotësisht. Ju mund ta punoni dhe me makineri, me çfarë të dëshironi. Vendosim lëkurën e portokallës, lëkurën e një kokre portokalle. Ju mund të vendosni edhe më shumë në qoftë se dëshironi aromën dhe shijen më të fortë. Do të vendosim miellin. Do të vendosim dhe flurin pjekës. Mund ta vendosur 2 paketa. Sepse dhe sasia e miellit që unë po përdor, sasia e gjithë përbërësve është shumë. E vendosim të gjithë mielin, duke trazuar bashkë me plurin pjekës dhe fillojmë ta punojmë. Ku dhe do të formojmë brumin. Duhet keni shumë parasysh se e kam theksuar në çdo video që mielli nga mielli ndryshon. Ka miell që duan më shumë ujë, ka miell që nuk duan shumë ujë. Kështu që ju mund ta plotësoni, nëse brumi do t'ju bëhet i butë shumë, mund ta plotësoni pak me miell. E kemi përfunduar dhe brumin. Tani do ta vendosim në tavolinën e punës dhe atje do ta punojmë për të formuar edhe të gjitha kolindet ose biskotat, si të doni i quani. Brumi na është bërë shumë i mirë, shumë i butë, super, siç e shihni ja vet. Punohet shumë në dorë. Dhe tani do të formojmë topsat, e ndajmë të gjithë brumin në mënyrë të barabartë, pothuajse të gjithë. Është një recetë tradicionale që ka ngelur brez mbas brezi. Dhe pse jo, ne mund ta vazhdojmë të gjitha llojet e recetave tradicionale të vendit tonë, të gjysheve dhe nënave tona, ne nuk do të ju mbasim. Kemi përfunduar edhe topsat dhe tani do t'i lëmë në qetësi për rreth 5 minuta. Koha ka mbaruar dhe tani fillojmë që t'i formojmë kolindet, biskotat, quheni si të doni. Do dëshiroja shumë, nëse videot e mia ju pëlqejnë, do dëshiroja që të abonoheshit në kanalin tim, ku do ishte një shtysë shumë e madhe për mua, për kanalin tim, të shtyni butonin zile dhe të njoftoheshit menjëherë për të gjitha videot e radhës. Ja e formuam dhe modelin e parë, e vendosim në tallë, ku kemi shkruar një letër pjekje, dhe tani fillojmë të bëjmë modelet e tjera. Formuam edhe modelin e dytë dhe tani do ta vendosim edhe këtë modelin në tavë. Fillojmë të bëjmë modelin e tretë. Modelin e tretë e kam bërë në formë lule deleje. E formojmë luljen e deles.
Dhe ja ku e kemi. Kështu do të vazhdojmë me të gjitha. Këtë model kam bërë pothuajse të gjithë deri në fund. I kemi përfunduar dhe tani do t'i vendosim në tavë. Si që theksova, modelin mund t'i bëni si të dëshironi. Rëndësi ka që këtë ëmbëlsirë dhe këto biskota që përgatiten për ditën e Pashkës mund t'i përgatisni. Janë shumë të thjeshta për të përgatitur, nuk të mundojnë fare. Ja ku e kemi. Tani do të marrim një të verdh veze dhe një lugë me qumësh. Do t'i përziejmë mirë të dyja bashk, që të na bëhet një masë e njëjtë dhe do fillojmë që të lyejmë të gjitha kolindet. Përzierja e qumshit me vezën i jep një butësi shumë të mirë biskotave. Do të lyejmë të gjitha me radhë. I gjithashtu i jep edhe një ngjyrë shumë të bukur. Unë furun e kam ngrorë 10 minuta para në temperaturën 180 gradë dhe në këtë temperaturë do ta pjekim për 25 ose 30 minuta. Fura juaj mund të kërkoj edhe më shumë, 35-40 minuta, ose më pak. I vendosim në furë për të pjekur. Ja ku i kemi dhe kolindet, na e pjekur shumë mirë, ngjyra ka dalë fantastike. Gjithashtu dhe aroma si gjithmonë vazhdon dhe gatimi është fantastike në kuzhinat tona. Shifeni, do t'i lëmë që të ftohen dhe më pas do t'i shohim se si na janë bërë nga brenda. Janë shumë të nxehta dhe nuk mund t'i prek me dorë, po janë të buta, shifeni. Super. Është një recetë super e thjeshtë në përgatitje. Kolindet na janë ftohur dhe tani të shohim se si na janë bërë. Shifeni. Na janë pjekur dhe kanë kulluar në mënyrë perfekte. Shohim dhe një nga ato lule delet se si na janë bërë. Shifeni. Super. Super. Ju bëf të mirë. Pashk qofshin të bekuara për familjet tuaja, me plot shëndet dhe mbarësi. Më një takofshim në videon e radhës. Faleminderit shumë që ndiqni videot e mia.